Leximi kërkon durim, por duket se teknologjia po na mëson të duam vetëm gjërat e shpejta. Ju ka ndodhur edhe juve, besoj. Çdo lëvizje e ekranit, klikim apo njoftim na jep një dozë të vogël dopamine, hormoni i kënaqësisë. Bazuar në studimet e Harvard Medical School në vitin 2023 dhe Stanford Neuroscience Institute 2024, ky ekspozim i vazhdueshëm ndaj përmbajtjeve të shkurtra po ndryshon mënyrën se si truri ynë përjeton kënaqësinë, përqendrimin dhe motivimin. Sipas doktoreshës Gloria Marr nga University of California, koha mesatare e përqendrimit në çdo detyrë digjitale është ulur në vetëm 47 sekonda. Truri parapëlqen stimuj të shpejtë mbi përqendrimin e qëndrueshëm. Sipas Stanford Neuroscience Institute, ky kushtëzim dopamine shkakton padurim. Studimi i Universitetit të Toronto me mbi 1200 pjesëmarrës tregoi se ata që kalonin shpesh mes videove ndjenin më shumë mërzi se ata që shikonin një video të plotë dhe pa ndërprerje. Kjo ka pasoja të dukshme në jetën e përditshme. Njerëzit angohen gjithnjë e më shumë se e kanë të vështirë të përqendrohen të realizojnë detyra të gjata. E kanë gjithnjë e më të vështirë të përqendrohen në aktivitete që kërkojnë durim dhe janë të ngadalta e domethënëse. Në atë që studiuesit e quajnë ekonomia e dopaminës, vëmendja jonë është kthyer në një produkt që shkëmbehet për klikime, shikime dhe të ardhura nga reklamat. Rifitimi i durimit fillon me vetëdije. Duhet të përqendrohemi tek leximi. E kemi ne në dorë se si do të rikalibrojmë informacionet që marrim nga rrjetet sociale për të përqendruar tek lidhjet e vërteta njerëzore, për të përqendruar në atë që kemi ne në dorë. Pra, tek informacioni i vërtet dhe tek domethënia e gjërave të ngadalta.